Ja ku jemi me zonjën Eni në rubrikën Shqemi në gjyq. Me çfarë do ta fillojmë? Me ato urim të madh që e ka kjo ditë, në fakt ka 2 ditë që ka filluar, por neve na takon për ditë diele ta bëjmë urimin, gëzuar të gjithë besimtarëve të fesë islame, Ramazan të mbar në këtë muaj të madhërisëm të sakrificës, me zëmrat plot, me familjarët afër, bekime gjithë secilit që merr përsipër që në këtë muaj të mbajë agjërimin. Gëzuar të gjithë shqiptarëve kudo që janë. Faleminderit zonja Eni, ndërkohë kemi Pranverën dhe Nuredinin, një çift bashkëshortësh dhe zonja Pranvera është prerur në këtë mënyrë. Nga e pjella ime, 4 fëmijë që kam bërë, nuk u jap asnjërit pasuri. Për të vetëm arsye kam punuar kam asbasur, kratë përveshur, një jetë të gjithë. Ta flem mendjen të 4 fëmijët. Nuk u jap asnjërit pasuri. Një nënë e sakrificës, duket e vuajtjes, e ftojmë zonjën Pranvera. Mirë se vjen. Përshëndetje zonja Eni, përshëndetje zoti Adrit. Përshëndetje publiku. Të shohim çfarë ka thënë Nuredini, bashkëshorti. Jemi në pleqëri, toni një fëmijë afër, por nuk na doli ashtu se mendojmë, na doli të kundërt. Edhe ne ngelëm si kurvari tani atje. Tani në fund unë po dal burri keq. Edhe ne ngelëm si kurvari tani atje. Si mundet fëmija të lej si gur vari? Ftojmë zotin Nuredin. Përshëndetje publiku. Përshëndetje aty. Përshëndetje. Përshëndetje zonja Ana. Atëherë zonja Eni po e lë rastin tek ju. Rastet janë të vështira, rastet vinë nga familjet janë futur në konflikte, por baza e gjithë kësaj situate është pikërisht ikja e dashurisë së familjes së vërtet. Dhe kjo është dhimbja ime më e madhe. Sa herë që më ofrohen prindër, fëmijë apo edhe familjar, shikoj që dita ditës më shumë po del në pa prona dhe po ikën dashuria për familjen. Zonja Pranvera, të falenderoj nga zëmra, ke marrë rrugën, je me një shëndet jo të mirë, por dhimbja e madhe për këtë humbje të pronës të solli deri këtu. Njëkohësisht, përshëndes zotin Nuredin, që me kokë ulur del sot përpara nesh, për atë veprim që ka kryer, por që do na japi shpjegimet më tej, megjithatë mua më takon t'i them një falemnderit madhe. Falemnderit zotin Nuredin. Faleminderit. Zonja Pranvera, fjala është për ju e dashur. Çfarë ka ndodhur, si ka ndodhur? Pse jemi në këtë pikë me bashortin? Mund të ulet Pranvera. Pranvera, ulu të lutem. Po vdiqja le të vdes. Do të qëndroj në kem gjithë ditë publiku që po më qëndron pranë. Zonja Eni, unë isha në 2000, isha 12 ren në shtrat, me smundje të keqe. Po. Nuk bëjshja dorë për të shkuar te doktori. Po. E kam pasur shumë të vështirë. Prej kohë isha e fort, punoja, gënjesha mbas punës. Mbas 2 vjet. Ku banoni e dashur? Në Luar, komuna Roskovec. E Roskovecit. Përshëndesim Luarin edhe Roskovecin. Përshëndetje. Po? Na vjen vajza, Po? të shtunë të djelë, si zakonisht që vinte gjithmonë. Po na ishte mësuar se babaj e konte gjithë jetën, ka 20 vjet që e mbante pranë, si një djali vetëm. Sikur unë 3 të tjerë t'i kisha prur nga mbas, dhe Alma Velmishi ishte e Nuredin Velmishit. As një gjë s'kuptova, se si e kishin për muhabeti se qa kishin bërë. Të dy bashkë këta? Të dy këta, e mbante gjithmonë pranë. Na vjen burri noteres. Po. Një ditë, se qa e quajnë atë notere për moment nuk po e mbaj mend. Po? Nese nuk ka rëndësi, grua, po, dëgjoteni. Të lutem mos u shqetëso, se jam unë për të shqetësuar. Jam unë për të vrarë veten, po për hir të atyre djeme që i kam lavdi Zotit, nuk do ta zhduk veten. E di Zoti kur të më marrin. Po ndoshta vdekjen e dinje, ama këtë gjë që ta bënte fëmia nuk e dinje. E dinje, po nuk e dinje.
Nuri të lutem, Tani. Nuri të Por lutem, lere kam tani të më lutesh 57 që të më vjetë, pesh. kam qëndruar në thundër. Arritë që më prut këto mua jo, që më prut këto mua jo, unë u habita që u futa këto njërë, ku jam futur? Sa rase të kishte dhënë jo të bi, që si ishte aftë për jetën, nga mosha 19 vjeqe, ka të rënditur policinë e Roskovecit me zita pru në shpej. Iku kjo, e martove me tasëm. Pse ta pruri policinë, për qarë? E me zi e gjetën. Nuri të lutem. Kështë e kur nga Në shpej. Kjo moshën grua 20 përmba vjetë e martove. veten, përmba E martove, veten, e la burrit kot. përmba veten, Nuk jenë atë ka me përmbajtje për mua. fol mirë. Burën e Po parë e mirë. mori e la? E mori, e martoj babaj me borgje, me dasma, me halë, Po. me kusure, si të gjithë këta Po. prindër që jetojnë me nder, me karakter. E mbajte 6 muaj, e la. E la. I bëri presion babaj, ti tha, do vishtë më marrës se do zhduk veten. Ajo loj nuk e zhduk të veten, po ta kishte lem, pra babaj pran. Nena prapu të regua katile, i thash qup. Kur e kam kryuar jetën, i thash, e kam kryuar në dyshek me kasht në rëgës. Hule hundën në Shtroukara, në një familje jashtëzakonisht të madhe, të mirë, me norma. E la. E la, se përfundimisht nuk vinte në luar se i qesh një gjoja. Ngeli prap në botën e lira, jo, e mbajti i vlaj në Fieri shketi. Aty shkojnë për ta mësuar, për ta edukuar për sëri, që më ka lodhur një jetë të gjithë, më ka plasu dalgët e detit, shumë me vuajtje, shumë me sakrifis me atë fëmi. Atë vajzke. Po e vërtet është, e vërtet ashtu. Aty, dy kam, dy e Ke tim. 2 vajza, po. Po, Më thonë gjithon të djalit kur rinte me qëra djali. Po. Të lutem nën, tha, ne jemi familjar, mere atë vajzë në fshat. E mora përsëri në fshat. Po pse ta merje? Po që... Virtute nga më të ndryshmet. Dhel premurme. Më thoshte djali gjithmonë, o ma, mere një këtu se mua po më gjikojnë gjithonët. E mora përsëri në shtëpi më e... Se nga të mosh me ata, të tjerët, me Po. siguri. E njajta të njajtat veprime. Ikte të ke motra shpesh se ky iku në Greqi se ishi me borxh nga shtëpit që këtu. Shkoj ky, ndaj 1-2 vjet, më erdhi më dërgoi njeri, më mori dhe mua me 2.000 euro kam shkuar unë. Kam kaluar të ganë me lek. Punuan 3 vjet. Mbasi punuan 3 vjet andej, e zuri hake djalit, muaj për muaj, minim 1.000 euro. Po. Buket tëra në e hiqte greku. Nga ato 1.000 euro nuk ja dha djalit, ti fuse në xhep, po ja dërgonte vajzës, Alma Velmishi, e bie Nuri Velmishit. Ja dërgonte muaj për muaj. Ose është vetëm e Nurettinit, është dhe vajza tënde tani, se i thuaj vajzën Nurettin Velmishit. A është dhe tëndja? Po. Po është më shumë e Nurettinit, thua. Po ja dërgonte Nuri, unë jo nuk isha dakord. 800 euro Nuri u data 4-5 muaj për muaj me taksigjinë, ja dërgonte e vini në shtëpi. Po te burri dytë.